Në prag të Krishtlindjeve, konsumatorët në Mbretërinë e Bashkuar po vënë re se çokolada dhe ëmbëlsirat e tyre të preferuara janë bërë më të shtrenjta dhe duket se ka më pak për të shijuar në secilin paketim sipas BBC. Përveç çmimeve në rritje, disa produkte madje kanë ndryshuar dhe shihen duke u dukur më pak çokoladë se më parë. Shumë kompani prodhuese të ëmbëlsirave kanë pranuar se po kërkojnë mënyra për të kursyer para. Një strategji e përdorur shpesh është zëvendësimi i disa përbërësve më të shtrenjtë, si kakajoja, me alternativë më të lira. Disa receta kanë ndryshuar aq shumë saqë disa bare çokoladë nuk mund të quhen më të tilla. Çmimeve më të larta ushtohen edhe ndikimet e ndryshimeve klimatike. Mot ekstrem si rishjet e mëdha në disa vende pothuajse të kakaos dhe thatësira në të tjera. Ka ndikuar në prodhim dhe ka rritur çmimin e lëndëve të para. Edhe qumshti, një përbërës kryesor i çokoladave, ka shtrejtuar për shkak të kostove më të larta të ushqimit, karburanteve dhe punës për fermerët. Konsumatorët janë përgjithënia më të vetëdijshëm që për këto taktika kursimi dhe ndjenja surprizës së pakëndshme kur produktet zvogëlohen ose përbërësit ulen në cilësi. Specialistët e konsumatorëve këshillojnë që prodhuesit dhe supermarketet të janë më transparent për këto ndryshime në mënyrë që blerësit të mos ndihen të mashtruar.